Avokate shpesh ne flasim për familjen, po kohët e fundit, vitet e fundit, thuhet që familja po shkon gjithnjë më shumë, po themi rreth përçarjes. Cilët janë shkaqet kryesore të kësaj? Është pak e rëndë kur thuhet që familja shqiptare po degeneron. Unë thoshe që familja shqiptare po ndryshon. Natyrisht ka avantazhe, ka gjëra pozitive, por ka dhe gjëra negative, të cilat mund të korrigjohen me vullnetin e mirë të secilit qytetar, të secilit sidomos bashkëshort kur janë në lidhje martesore, ose kur bashkëjetojnë, apo të gjithë pjesëtarët e familjes, apo dhe gjithë familja e madhe, kur mund të ndihmojë secili nga ata që të eci mirë familja, por njëkohësisht një problem është edhe i shtetit, sepse është sankcionuar kjo me kodin e familjes që edhe familja e shqiptare mbrohet me ligj nga shteti. Përgjegjësia është e vetë dy bashkëshortëve, edhe e fëmijëve apo prindërve që janë në lidhje brenda një familje, por natyrisht dhe shteti ka një legjislacion të caktuar, ka një kod familje, ka institucione të caktuar të cilat marrin në mbrojtje familjen dhe sidomos fëmijët edhe në raste kur çifti është në martesë ligjore apo në bashkëjetesë, edhe në rastet kur ka një zgjidhje martese. Fakt çfarë shqetëson shoqërinë shqiptare sot? Është e vërtetë që ka shumë probleme sot. E para njerë që duhet kemi parasysh që nuk është familja e dikushme, me autoritetin prindëror të pa diskutueshëm, të babait, edhe po dhe të nënës, e cila kishte ndonjëherë o kollain, apo shapkën, ku mund të bënte një klak, thot francezi, pra një shpullë apo një të qelluar për të korrigjuar disa gjëra. Sot nuk guxojnë prindërit të bëjnë një gjë të tillë sepse denoncohen menjëherë, ose është diskutuar nëse është dhunë, po përsëri prindit nuk hezitojnë kur ja sill fëmijën majtundës dhe mund të përdorin nga një pollëmbë e tjerë. Pra nuk ka një autoritet si dikur. E dyta, në emër të lirisë, dhe është gjë shumë e mirë, liria që arrit në vitin 90, apo liria që është sankcionuar me ligje, me konventa ndërkombëtare, deri dhe konventat që kanë të bëjnë me të drejtat dhe liritë e fëmijëve në mbrojtje të drejtave të njerëzit. Pra, ka shumë liri, ajo është sankcionuar me ligj, ka institucione që mbrojnë lirinë e njeriut, por ama ka dhe egzagjerime. Domethënë, njerëzit shkojnë përtej lirisë që është normale, duke cënuar lirinë e tjetrit, ose ndonjëherë cënojnë dhe jetën e tyre. Sepse kjo lidhet me formimin e njeriut, me pjekurinë e tyre, me moshën e tyre e tjerë. Prandaj dhe prindrit shqetësohen sepse nuk kanë më fëmijë të bindur si dikur, që kjo bëhet, kjo nuk bëhet. Jo, nuk ka më ashtu. Domethënë, në fëmijët sot që të vegjël mësohen që të kundërshtojnë, të mos binden, aq më keq dhe shumë e dëmshme kur ata si thua kërkojnë privilegje dhe duke patur prindur jo korrekt, që nuk harxojnë shumë kohë për fëmijët, ata përfitojnë për të, si thua, për të përfituar privilegje në dom të rregullit të disiplinës që është shumë e domosdoshme në vitet e rritjes së fëmijëve. Tjetër, ajo që është më rëndësishme, përveç autoritetit prindëror, ka të bëjë me edukimin e brezit të ri. Gjithë ankohen që në shkolla ka shumë probleme. Sidomos adoleshenca e tjerë ka shumë probleme, ka të bëjë shumë raste dhune, kanë arritur dhe në ekstreme, në raste që edhe kanë goditur me thik njëri tjetrin, derisa kanë marrë dhe jetën në njëri tjetrin. Problemet të karakterit që janë përfshirë në marrjen e ashashit, shitet afër shkollave, megjithëse policia ka bërë aksione të rëndësishme, ky problem nuk është zgjidhur akoma. Pra ka probleme të kësaj natyre që lidhen pikërisht me edukimin e fëmijëve dhe me edukimin sidomos në moshën e adoleshencës, por që fillon që kur janë ata që s'ka lindin fëmijët. Ajo që është e rëndësishme njëkohësisht është marrëdhënia që ekziston midis dy partnerëve. Dikur që është gjë shumë e rëndë tradhtia bashkëshortore. Dikur kishim gra dhe vajza të cilat ishin premtuar dikujt ose ishin martuar, burrat kishin ikur në emigrim dhe kishte edhe këngë atëherë vajza e valve që dilte në breg të detit çdo mëngjes dhe shikonte se mos diku në largësi ishte një anije e cila do të silte burrin e saj që ndoshta kishte 6 muaj apo 2 vjet apo 10 vjet që ishte larguar nga shtëpia. Sot nuk ka gra dhe vajza të tilla. Ato jo s'ka të tilla, po ndonjëherë ka gra dhe vajza,
ka djemë dhe burra, të cilët janë i lidhje dashurie, apo janë i lidhje martesore, dhe përsëri kërkojnë që të kenë tip aventurash jashtë lidhjesh martesore. Mi po nuk është si dikur që ndoshta nuk merreshin vesh. Sot merren vesh me njëherë. Rrjetet sociale, teknologjia, telefonat me kamer, fotografia e tjerë, domethënë videot e tjera, bëjnë që njeriu të jetë shumë i ekspozuar për gjithë jetën e vet, jo vetëm profesionale, po deri dhe për jetën, si thua, personale të tij. Do të thënë, kështu që këto krijojnë pastaj konflikte në familje. Dhe nëse nuk ka prova, ose nëse nuk shkojnë në zgjidhje martese, sepse për interesa të caktuara, ashtu e mendojnë që mund të ta shtyjnë ashtu, ose është një kompromis që ka të bëjë pikërisht dhe me pasurinë që ka probleme kur duhet të ndahet midis dy ish-bashkëshortëve. Ndoshta ndonjëherë dhe interesi që fëmijët mos kenë prindër të divorcuar, po të jenë aty prezent fizikisht në çdo ditë të jetës së fëmijëve. Pra, pavarësisht se mund të mos ndodhë divorci, janë ato gërvëret që nuk pushojnë asnjëherë në çift, të cilat krijojnë një atmosferë që është shumë e dëmshme për ata vetë, se të merr energji pozitive, t'i kthen ato në negative, të mbush aq shumë sa thua çfarë bëhet në këtë jetë, sa nuk gëzon dot dhe gjërat e tjera, por ajo që është më dëmshme është pikërisht për fëmijën. Pra, tjetër, emigracioni ka nikur jashtë, shumë herë kanë lënë gratë këtu, s'kan patur. Tani është lëvizja lirë, po ka qenë një periudhë 20 vjeçare, e cila nuk krijonte mundësinë që ata të vinin ke familja e tyre, te gruaja e tyre, edhe të mundet si thua rivendosin marrëdhënie të mira martesore, familjare me bashkëshortet e tyre. Kështu që dhe kjo krijoi të çara dhe i dha pasojat e veta dhe në divorce. Kur e llogaritë stati thotë që janë rritur kërkesat për zgjidhje martese dhe gati 25% martesave që figurojnë të lidhura në një qytet, qoftë në Tiranë, Durrës, Vlorë e tjerë, gati 25% e tyre shkojnë në divorc. Kjo tregon që edhe një rritje, si thua, të pretendimeve për një jetë bashkëshortore me cilësi, por në të njëjtën kohë tregon që ka dhe një lloj, si thua, tendence për t'i shpëtuar asaj lidhje të qëndrueshme martesore, për të patur një liri e cila nuk është liri e vërtet, por është edhe një lloj, si thua, abuzimi apo prirje drejt aventurës, ashtu siç ka edhe një rritje të kërkesave të gruas shqiptare për të mos pranuar dhunën, për të qenë, si thua, në pavarësinë e vet ekonomike, për të patur dhe ajo karrierën e vet, e cila shumë herë krijon dhe konflikt në çift. Jo thjesht, s'mund të themi që është një xhelozi e burrit pse gruaja bën karrierë, por shumë herë është koha vetëm 24 orë, ka dita dhe nata, nuk ka më shumë. Po kur je dhe fëmijët, ka angazhime, ka detyrime për fëmijët, për t'i ndjekur në për shkolla, në për aktivitete, po dhe për të organizuar jetën brenda familjes, atëherë ky sforcim, kjo lodhje, kjo mbingarkesë krijon, si thua, dhe konflikte në çift. Jo po me rutime djali, me rutime vajzën, jo po unë isha në punë në këtë orë, e tjera e tjera. Pra ka ndryshuar rrethana, kështu që s'mund të themi që, si thua, ka një tendencë që duan njerëzit ta prishin familjen. Janë një sër rrethanash që kanë bërë që mos kemi ato familje të dikushme, shumë tradicionale, shumë të rregullt, të bashkuar, mundësisht kunata, motra, vëllezër, të ishin në të njëjtin fshat, në të njëjtin qytet. Kjo e bënte familjen dhe më të bashkuar, që edhe kur kishte një konflikt, ajo ka përcehesh, por, domethënë, e gjitha kjo është rezultat i gjithë ndryshimeve ekonomike, sociale, politike, teknologjike, pra në gjitha fushat. Kështu që kjo është që mbetet për në dorën tonë. Vullnet i mirë që ta ruajmë familjen.